I pranishëm këtë vit në faljen e namazit të Fitër Bajramit në sheshin Skënderbej ishte edhe sekretari përgjithshëm i Ligës Botërore Islame. Cile ishte mesazhi i tij, pra, çfarë do të thënie ka kjo vizitë? Me sa kam informacion, ai është personalitet islam, domethënë botën islam është një personalitet që ka goxha domethënë pesh, edhe është njëri i cili ka kontribute të mëdha, domethënë në përçimin e frymës së harmonisë dhe tolerancës, madje e promovimit të vlerave islame në rang ndërkombëtar. Dhe fakti që zgjodhi të jetë në Shqipëri, më kanë thënë, domethënë kolegët e mi te kryesia e Komunitetit Musliman, më kanë thënë që është hera e parë që del të fali një bajram jashtë vendit i tij që është Arabia Saudite, dhe pikërisht këtë e bëri në Shqipëri, domethënë. Dhe me të vërtet ka qenë diçka që tregon një farë përkujdesje dhe tregon një farë vlerësimi për Shqipërinë. Në takimet që pati edhe në pritjet që u bën domethënë për urimet që vinë në selinë e Komunitetit Musliman të Shqipërisë, disa herë je shprehu edhe me krerë të lartë që drejtojnë shtetin, domethënë, e shprehu disa herë dhe theksoi që modeli i Shqipërisë në bashkëjetesën fetare është model unik në të gjithë botën, me gjithë eksperiencën tha që unë kam parë edhe që unë domethënë ndjek edhe diskutoj çdo ditë me figura të njohura ndërkombëtare të feve të ndryshme, domethënë janë të gjithë të mahnitur me modelin shqiptar të bashkëjetesës. Neve themi faleminderit Zotit edhe shiqur që e kemi, domethënë. Dhe ta shtrim edhe në fusha tjera se edhe ta forcojmë edhe ta mbajmë edhe të ecim gjurmët e dietarëve tonë të parë, hoxhallarëve tonë të parë, klerikëve tonë të parë që me kaq dashuri dhe me kaq përkushtim domethënë na kanë lënë këtë rrugë kaq të bukur. Zoti Teqa, ju pak më parë përmendët xhamin e Namazgjas. Si po ecën procesi koordinues? Në një farë mënyre ju keni qenë mes dy zjarreve, Komunitetit Musliman dhe Fondacionit Turk. Si është sot gjendja aktuale? Gjendja aktuale, ne që në fillim të herës, domethënë e kemi sqaruar që aty është një fondacion i krijuar. Ajo xhami u dorëzua domethënë Myftinisë Tiranë, duke qenë se Myftinia Tiranë kontrollon të gjithë aktivitetin dhe është përgjegjëse për aktivitetin fetar islam në rrethin e Tiranës. Dhe aty u krijua një fondacion pikërisht për të organizuar dhe administruar jetën fetare të këtij, po themi, impjanti, sa i është kompleks, nuk është vetëm xhami, aty ka ambiente plot dhe ka ambiente kulturore, ka ekspozita, ka salla, domethënë është një institucion me të vërtetë madhështor. Dhe ne kemi thënë që normal drejtimin e fondacionin e kemi ne pala shqiptare, bëhet fjalë, dhe deri më sot të gjitha palët janë shumë të kënaqura, domethënë e them me shumë sinqeritet. Domethënë kemi relata shumë të mira dhe mashallah themi që kemi menaxhuar, domethënë ka dashur Zoti të menaxhuar çdo gjë në formën më të mirë të mundshme. Unë kënaqem vetëm për diçka, domethënë duke qenë se jam edhe kreu i fondacionit, edhe imami i asaj xhamie, për Zotin herë që ndrojnë aty në xhami dhe mbushen syt me lot. Përveç aktiviteteve dhe shërbimeve që bëjmë ne për qytetarët, duke filluar domethënë nga gëdhimet, rastet e martesave që janë të shumta, 5, 6, 7 në çdo javë. Përveç që ne i bëjmë me shumë kënaqësi edhe me shumë dëshirë, përveç turistëve të ndryshëm që xhamia është e hapur. Edhe një lloj atraksioni, le të themi. Po, gjatë gjithë kohës ajo është kryer në atraksion edhe në qendër fetare, kulturore për të gjithë shqiptarinë, por jo vetëm, domethënë çdo turist, madje tani që kanë filluar sezoni turistik, këto 2-3 ditë ka pas grupe nga 100, nga 70, nga 50 vet, domethënë që vinë edhe organizohen edhe e shikojnë xhamin dhe me sa shikojmë ne, gjejnë një farë qetësie dhe mrekullohen nga bukuritë edhe nga mënyra me sa përkushtime dhe me sa profesionalizëm është ndërtuar ajo xhami, domethënë. Zoti Teqa, ka patur një sër raportimesh ditën e sotme sa i takon një mungesë koordinimi, sa i takon orarit për faljen e namazit. Cila është e vërteta e kësaj historie për ta sqaruar për besimtarët musliman që i kanë ndjekur këto raportime?
Ne aty ishim, domethënë, unë isha në rreshtin e parë normal. Edhe ajo që ndodhi ishte besoj një gabim njerëzor, siç mund të ndodhi, nuk ka pas as gjë të qëllimshme se çfarë kuptimi ka, domethënë që ta falësh Bajramin çerekore përpara. Por duke qenë se ishte edhe mysafiri dhe shkoi diçka, domethënë shkoi kështu si natyrshëm, edhe u gjendën krerët, po themi edhe ata organizatorët, u gjendën pa përgatitur për një situatë tillë. Duke qenë se edhe mysafiri u ngrit edhe u vendos aty në vend falje, u çuan edhe rreshtat vetvetiu dhe mori, si më thon, mori një rrjedh puna që doli, po themi, deri diku